Gjyshja ime fliste me gjuhën e vjetër çame, si që ka mbledhur do zonë në mesin e shekullit të 19 në pralla shqiptare, ku gjëmbit i thoshte glëmbi, ku qumshtit i thonte klumshti dhe gjuhës gluha. Gjyshja ime mbante gjithnjë në përgisht të rinj Borzilok. Balkoni ynë ishte i mbushur me vazë dhe Borziloku dhe tani ajo nuk është më. Sa herë ku ndërmon Borzilok pran meje, kjo më kujton me njëherë gjyshen time. Para se të vdiste, nëna ime donte të shkonte në Filat, e imja në Paramthi. Atje ku kishte lindur dhe ku kishte kaluar fëmijërinë e saj. Mirë po, 50 vjetë resht kufit ishin mbyllur. Shtëpia e tyre ishte marrë nga autoritetet lokale greke. S'dije asgjë se ç'bëhej me shtëpinë e tyre. Por në moshë të tyre ajo donte të piktakonte fëmijërinë e saj. Nuk shkoi asnjëherë në Çamëri.